ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelaluhu. Ata falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore në ditët e hëna, ku ndalemi me fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Jemi në surën Ali Imran, ajetin 144, ku kemi ndalë disa prej ligjëratave me këtë ajet për të sqaruar diçka më detaj nga mësimet e këtij ajeti. Sot do të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala për të shpjeguar shkaqet dhe arsyet apo kriteret dhe standardet me të cilat njeriu duhet të shqyrton të vërtetat si domethënie dhe të vërteta në vetvete, dhe mos të shikon bartësit apo njerëz të cilët e komunikojnë atë, sikur që e shpjeguam në disa prej ligjëratave këtë kuptim. Por se para se të vazhdojmë një sqarim të shkurtër apo një analizë apo një koment mbi ngjarjet të cilat po ndodhin apo ndodhin vazhdimisht, edhe muslimanët duhet të marrin mësim prej tyre. Këto arkivet edhe të palarat dhe nditësitë dhe të ligët të cilat shfaqen her pas here nga njerëz të cilët nuk dëshirojmë të theksojmë me emra, janë të njohur tani më për krejt globin, se si dëshmojnë edhe njëherë me panjerëzillokun e tëre, me çmendurinë e tyre, me devijimin e skajshëm të tyre për vetë ideologjinë të cilën ata e bartin. Andaj muslimani duhet të jetë shumë siçel, shumë kërkues i udhëzimit, shumë lutës, shumë njeri i cili i kërkon Allahu subhanahu wa taala që ta udhëzon dhe ta ruan atë dhe familjen e tij. Kjo e cila po ndodh vëllezër në botë është vetëm një faqe e vogël, edhe pse duket e madhe, është një faqe e vogël e prapaskenave të ligët të cilat fshihen për devijimin e njerëzimit. Andaj këto arkive të cilat janë zbuluar për njerëz me funksion të lartë në vende të mëdha, në shtete të mëdha, se si kanë shfrytzuar fëmijë dhe kanë dhunuar fëmijë dhe i kanë keqpërdorur ato seksualisht dhe i kanë dhunuar ata, edhe kanë shkuar deri më larg, dhe emra të shuar dhe emra të shumt janë përmend në këto arkive, ku lutim Zotin e Madh xhella xhelal që Allahu t'i ruan muslimanët nga këto devijime dhe degradime. Mirë po, çka duhet të nxjerrim na për këtyre vëllezër? Nga se nuk ndodh diçka, nuk zbulohet diçka prej arkive të fshehta të devijimeve, vetëm se ka një mësim. Dhe Allah nuk lejon zbulimin e tyre pa mësim. Arkiva e ahiretit do të jetë edhe më e trishtueshme. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Yawma tubla as-sarair", ditën kur zbulohen të fshehtat, ditën kur zbulohen të fshehtat dhe tronditën njerëzit. Do të tronditën njerëzit, do të shtangën sytë të tyre. Allahu xhelal e përshkruan skena të ndryshme në Kur'an. Ajo e cila vëzër gjëja e parë që duhet ta kuptojmë nga kjo, edhe pse ne kemi përmendur shumë nga fjalët e njerëzve të cilët nuk janë musliman, mirë po e kanë pranuar se njerëzimi dhe vlerat dhe karakteret e mira janë për momentin vetëm të një pjesë e muslimanëve, dhe se të tjerët kanë degraduar në këtë aspekt, me përjashtime të vogla disa shoqëri të cilat i mbajnë ende me fanatizëm disa prej vlerave, siç janë njerëz më të konservuar në çështjen e familjes dhe çështjen e disa prej vlerave të përbashkëta që janë me vlerat e muslimanëve. Mirë, por përgjithësi këto agenda, këto kapitalist, këto të cilët synojnë me e shkatërru njerëzimin, përveç se nuk ja pizën Allahu subhanahu wa taala, derisa të bëhet kıyameti. Andaj këto janë paralajmërimet se si kanë me degradu njerëzit në të ardhmen. Për këtë arsye muslimanëve duhet me qenë shumë i kujdesshëm dhe t'i lexon gjërat mirë, t'i analizon gjërat mirë. Nga gjërat e cilat dëshiroj t'i lexoj para juve është edhe një tekst nga një jo musliman, qase zakonisht pasi që jemi duke folur për kriteret e shikimit vërtetës pa anshëm, pa anu ka dikush ose pa e thona i joti, i thari joti, do ta citojmë një prej grekëve
i cili ka bërë një udhtim dhe ka shkruar një libër dhe ka përshkruar gjendjen e ju muslimanëve dhe muslimanëve. Dhe çfarë ka thonë në këta? E cila vlen të theksohet në këtë domethënë zbulim të këtij arkivi të lig, i cili ka nxjerrë në pa liga dhe likësit dhe pa ftyrësit e disa prej funksionarëve të lartë. Hoxha dhe doktori i njohur i tefsirit Khidr Salim ibn Hulejs citon tekstin i cili është nga Nikos Kazantzakis, normal këto janë terme të emra të njerëzve jo të muslimanëve, ka shkruar një roman i titulluar me Kopshti Shkëmbor. Thot se kur kishte udhëtu në lindjen e largët, apo thot i ka përshkruar disa prej gjendjeve të muslimanëve dhe jo muslimanëve në shëtitjen me një anije, ku kanë shëtit kohë të gjatë dhe i ka pasë si zhvillohen musliman dhe si zhvillohen jo musliman. Thot në këtë citim, thot në kuvertën e anijes i vështroja të gjithë, pra mbi sipërfaqen e anijes i ka këshirë krejt për një herë, çush janë të jetue. Thot, dhe kjo ka ndodhur vezër dikun para 60-70 viteve. Thot, pas përfundimit të bigjozit, pirjes së duhanit, pirjes së alkoolit, edhe marrëdhënieve seksuale. Kjo është përshkrimi i një shoqërie jo muslimane e cila jeton në këto vende. Pra vazhdimisht pinë raki, vazhdimisht luajnë bigjoz, vazhdimisht bëjnë marrëdhënie seksuale, apo edhe pinë gjëra të cilat janë të njohura në këtë grumbull të harameve. Thot, ata bëheshin bosh si pantolona dhe këmisha të zbrasta, si roba njerëzore të varura në litarët e anijes. Por pasi kanë kryer epshet e veta, janë bërë si njerëz zbrast, sikur teshat kur i hek pinjerit edhe i varë në anije, edhe i banë frima ato. Andej e këndej. Thot, askush nuk e ruan të dignitetin e vetë njerëzor. E që kjo është përshkrim i globit vetë, ku njerëzimi po degradon, ku njerëzimi gjithë shka ka prej pasuris përveç vlerave njerëzore. Njerëzi ka shumë, njerëzim pak. Njerëzi ka shumë, njerëzillëk pak. Thot, askush prej tyre nuk e ruan të dignitetin e vetë njerëzor. Pra këtë qëllimi ka qenë epshi dhe vetëm epshi. Thot, përveç disa muslimanve indian, nëse ka qenë nga pjesa lindore e skajshme. Thot, përveç disa muslimanve të Indis, të cilët çdo lindje të mëngjesit edhe mbrëmje bënin lutjet e tyre, binin ruku dhe falnin namazin. Binin ruku dhe falnin namazin. Thot, me qetësi dhe shkëlqim. Pra ki ka përcjell, këta si po jetojnë, edhe këta si po jetojnë. Ta falnin namazin dhe e runin vetën. Thot, feja e tyre u kishte dhanë një ritëm diellor, duke i bërë shpirtat e tyre si lulet e luledjellit që i ndjekin udhëzimet e qiellit. Domthonë mënyra se si jetonin muslimanët ishin bukfalisht udhëzime qiellore, sikur lulet që i ndjekin ritmin e diellit, ritmin e nxehtësisë, ritmin e pranverës dhe verës, dhe ato vazhdimisht nënshtrohen ligjeve të universit. Kështu këta musliman në sabah e mbrëmje ishin të nënshtruar ndaj udhëzimeve hinore. Vazhdon dhe thot, të gjithë po kalbën, të gjithë po kalbeshin dhe askush nuk i rezistonte këtij kalbëzimi përveç muslimanëve. Domthon njerëzimi po kalbët, vlerat po kalbën, rregullat, karakteret po kalbën, dhe kësaj nuk ka të mujt mi bë ball kurkush jashtë muslimanëve. Allah në bëf fitën e ja Rabbul Alamin, që ti rezistojmë vëzër të keqës, ti rezistojmë këtij kalbëzimit të njerëzimit, ku njerëzit, kjo ka që ka dalë në pah, është veç një model i asaj se si ata e shohin dunjanën, si ata dëshirojnë me mrije deri tek më e keqja. Thot hoxha në vazhdim, i cili e sjell këtë citat, thot ky është një përshkrim shumë i mrekullueshëm mahnitës, edhe shumë i saktë dhe i përpikt. Po shumë mirë ka përshkruar se njerëzimi për kalbët, ndërkohë që vetëm njerëzit që janë duke mbet rezistent ndaj
këtyre degradime janë muslimanët dhe luftojnë fuqishëm për kuptimet e sakta dhe njerëzore të njeriu. Thot, njerëzimi po kalbet, epshet e vrasin njerëzimin, knatësit e harxojnë ata dhe e konsumojnë, mëkatët e rëndojnë dhe e shkatërrojnë, derisa vishkët edhe harxohet. A kjo është njerëzimi. Andaj ishe ti, sa ne kiti shajnë, mirë po, ata kanë udheq pozita, ata kanë pas në dorë të tyre, ndoshta kanë shkatërru shtete, kanë vrarë njerëz, për çfarë? Për epshet e tyre, për epshet e tyre. Andaj thot, përveç muslimanëve, të cilët ende ruajnë energjinë, edhe shkëlqimin, edhe madhështinë, të cilët i rezistojnë kalbëzimit edhe shkrirjes në këtë degradim, dhe e ruajnë faktin e të qenurit edhe kuptimin të qenurit njëri. Pra veç muslimant, apo thamë me përjashtimet vogla të jo muslimanat, e ruajnë të qenurit njëri. Për këtë arsye vëllezër, çka thot? Ekuilibrin në njerëzim nuk mund ta mbajnë dhe ta arrijnë përveç se nëse muslimanat kthehen në qendër të botës dhe momentjes. Pra vëllezër, bota ka shumë nevojë për muslimanat dhe për islamin. Jo për tjetër, pos me e mbajtë edhe njëherë njerëzimin mos degradoje në humnerat më të këqija të mundshme. A ka ma ketë se ti me mor një fëmijë 5 vjet dhe me dhunue, me mor një fëmijë 7 vjet dhe me dhunue seksualisht, dhe me torturue, dhe me bohe runa zot, Allah na ruaj të vlatët tona dhe u vlatë muslimanëve, dhe i shkatro këto agenda. Mirë po kjo vëllezër, ne kemi thënë gjithmonë, nuk shkatrohet vetëm me dua, po shkatrohet me vedije. Shkatrohet kur ti, sikur që thot hoxha Khidr ibn Hulejs, thot, është patjetër që musliman me ardhë në qendër të botës. Ata me kanë njerëz të cilët pyeten për gjërat, ata të cilët i diktojnë vlerat e mira të njerëzimit, thot, mirë po me kusht që fuqia e muslimanëve mos tjetë si fuqi, se dhe këta kanë fuqi, po tjetë fuqi e shoqëruar me vlera, ku vlera e mban fuqien dhe jo fuqia vlerën. E vini re vëzër, vlera e ma shpatën, jo shpata vlerën. Apo, shpata në dorën e njeriut me vlera është qëfar? Vlerë shtes. Shpata në dorën e njeriut me vlera është një vlerë shtes. A shpata e në njeriut pa vlera është një arrogancë dhe brutalitet. Dhe dallimin në mes udhëheqjes së muslimanëve me shpatë dhe fuqi dhe krahasim me shpatën pa vlera, cila është kjo, se për çka është kjo shpatë? Për çka është kjo fuqi? Sot njerëzimi ka mri me pas bombë bërthamore, armë bërtham, një qytet, një shtet ta çon helaq. Me një pull. Ama ku dallimi? Dallimi është se kjo është për ta mbrojtur njerëzimin, jo për ta shkatruar ata. E këta e kanë shfrytzuar vëllezër për ta shkatruar njerëzimin. E një prej mësimeve, pasi që na jemi në çetër temë, po një prej mësimeve që duhet ta marrim nga kjo cila. Mësimi i parë vëllezër, se kjo ta sqaron ty e shumë prej fjalimeve dhe urrëtitjeve që i kanë për muslimanat. A kuptojmë pse e kanë gjithë këto urrëtitje? Se është i vetmi Islami, me fjalë të tjera, edhe përfaqësuesit e Islamit, me muslimanat që të jetojnë këtë fe, me gjithë gabimet që i kanë, janë rezistenca e degradimit këtëne. Pra ata i shohin me fjalë tjera, u thot veç muslimanët janë problem për me bana çka dojna. Pra veç këto ala folin për dinjitet, për vlerë, për martesë, për nder, për fytyrë të bardhë, për halal, larg haram, veç këto folin. Që të kërkush fol. A e kupton se sa të nevojshme janë këto udhëzime që ne duhet t'i marrim me Kur'an dhe Zot. E shpesh herë Allahu ja na çon me kader që ta kuptojnë se a e kupton çfarë vlera i të bart me veti. Farë thesari kije me veti ku njerëzit qohin e vetmja dritë, veç ti kimet. Se për ndyshe bëjmë tarra. Apo, andoj ju pengodhët, shimeve dritën, shkaku i dritës tana i ratu u pa. Pra ata dëshirojnë që t'i fikin të gjitha dritat në mënyrë që të shkatërrojnë njerëzimin në rësirat të cilat ata i synojnë. Mirë po, Allahu xhelel xhelal e ka universin në dorën e vet, ai e drejton, ai e menaxhon, por njerëzit i sprovon. Atë vëzër, gjëja e parë që duhet ta kuptojmë cila se nëpërmjet kësaj ne i shpjegojmë pse kanë urrëti që ka shumë për Islamin. Çe ju ka bo? Çe ju kanë bo musliman?
Nëse i marrim arkivet dhe dosjet, na nuk e përjashtojmë kurse muslimanët kanë gabime, do shta kanë brutalitete, kjo nuk përjashtohet. Ama në përgjithësi historia e muslimanëve o shumë më e bardhë se sa e zeza e cila është në historinë e tyre. Merri këtë krahasoj. A ka pika zeza të muslimanët? Ka. Po këshiri këto. Këtu të me këshira ka do një pikë të bardhë. Po këtu ka do një pikë të zezë. Po këtu ka do një pikë të bardhë. S'ka të bardhë hiç kur gjo. Po këta shqyllë dhe gjëja e parë që duhet të komtojmë nga kjo çka po ndodh është se nëpërmjet këtyre skandaleve dhe këtyre çnjerëzimeve që këta i bajnë dhe dalin tani në shesë çfarë ka ndodhur. Apo të përlyera njerëz shumë të lartë. Ne e shohim vëllezër se urrejtja ndaj Islamit tani ka një arsye të ata. Pse doin me degraduar në maksimum. Dhe Islami është pengesa e vetme. Nuk ka kur gjë si reziston më. Do të vetë Islami ka problem, andaj të sheh se si Islamin e quajnë me emrat më të ligë të mundshëm. Në mënyrë që të bëhet i gërditshëm te njerëzit, edhe njerëzit ndoshta mos po heqin dorë. Mirë po, gërditja e emrave nuk i rëndron realitetin. Nëse ti dritës i thua çka dush thuj, apo mi çorroj sinj, s'po, ja drita, patjetër duhet me pas dritën. Apo, a ka mundsi drita me djeg? Po, shko moje dorën nga llambës, moje pak është se djeg. Ama nëse i rri larg, ndryqon. E ata dojnë me thonë që djeg, po djeg kur të prekësh, ama nuk djeg kur rri larg, edhe ndryqohesh. Andaj gjëja e parë është çfarë? Ta kuptojmë se si këta dëshirojnë me e shkatru njerëzimin nëpërmjet këtyre agjendave të liga. Me fjalë të tjera, mund të sjellim shembull. A e kuptoni tash pse insistojnë me shtypjen më të madhe, me presionin më të madh që t'i fusin landët e mësimit të edukatës seksuale në për shkolla me ofsu fëmijëve? Që të lecohet rruga, që i fëmija të bëhet objekt i qejfive të këtynëve. A kupton? Kjo është shembuj të ndryshëm. Pse insistojnë vazhdimisht me ekspozu femrën? A thamë se feminizmi është pjesë e ateizmit. Feminizmi është pjesë e ateizmit. Asa ata nëpërmjet, a kuptoni tash kush është mas feminizmit? Andaj gjërat janë të lidhura njëra me tjetrën, vëllezër. A duhet i kuptojnë gjërat në këtë mënyrë. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme se kjo është zbulimi i shkakut, zbulimi i smundjes. Ne e kuptojmë se kanë urrëti ata. Ne e dimë se bën zhurmë ata vazhdimisht nëpër media plasin, apo cila hapi këtë televizionet, apo sidomos të cilat flasin shqip. E që janë në vendet ku janë shumicë me komsi shqiptarë dhe deklaron musliman. Merri cilin dush kanal. A ka në ta diçka edukative? Jo. Vazhdimisht thrasin njerëz palace, cirkus me bo, cirk. Apo edhe ekspozim i amoralitetit, ekspozim i pjesëve intime, vazhdimisht bombardimor që të bëhet kjo normalitet. Dhe ku të shifët dikush i vesht, të që dy babe ti, këtë dështë janë të nejtë, që dy babe ti. Pra, mundohen atë e cila është amorale me e prunë normalitet. Dhe na këta e kuptojna. Po tjetra cila është shumë në nëncilës dhe për neve musliman. Dhe këtu ka shumë sime. Po, do ndalimi shkurt. E dyta, a nuk duhet vëllezër këto skandale dhe këto çnjerëzime dhe këto gjëra të cilat kanë dalë pa dhe njerëz të cilët janë funksionarë dhe kanë pas autoritet, a nuk duhet musliman t'i bëjnë pak më të vetëdijshëm që mos të grindën për cikrima? Kur agenda shumë e keqe, kur zjarri do mi hangër ketë, ati aloj të morë me musliman? Aje ka bo agenda ketë mi hangër, ketë komplet. Gjarpni nuk e njedhët, ki kana pak ma muslimani dopt, ki kana bëjë, gjarpni a i ketë. Gjarpni e ka për qëllim mi hangër kretë. Shejtani do në kretë mi ka përdije, kretë mi këlltit. Apo, mirë po, i ha që të shka i ka nga të vetit njerë. A ju u ki ha që të shka i ka delet nga të vetit, mos anë e shkone të tjetër. Kur ti ha e këtë kope, shkone të kopeja tjetër. Po këtë asyjo, lezër, kjo duhet në bënë edhe pak më të vetëdijshëm, se në kësi koha krizesh, muslimani zgudzon me hargjue nga energjia e vetë dhe takati i vetë, qoftë fizik, qoftë intelektual, qoftë akademik, qoftë shpirtëror dhe emocional, për qëru hesape me musliman, qoftë ideologjike, qoftë akademike, qoftë shkencore, qoftë grupore, qëfar të qoftë? Sepse agenda armiku të shumë rrezikshme dhe kjo kërkon, qëfar? Kjo kërkon unitet. Sepse ti nuk mundesh me luftu këta vetë, po ti më kon haki hakit edhe 40 gjisha mi pas në hak. Kote kisa agenda shumë e fort.
Agenda është me forë, së një rrik sa i vetë. Duhet musliman më mobilizue. Duhet më thonë bashkë. Apo, pastaj, kjo nuk i bet që mi thonë dzezës të bardhë në sahat e muslimat. Jo, po kjo i bet që me rendit prioritete. Që kjo një prioritet. O ai do me ta morë me ta uzurpu fëmijën. Kjo në mirët, ai ka po këtë gabim, kjo ka po këtë gabim. Dhe kjo vëzër, që kjo energji harxume është edhe një fuqi për ta. Është edhe një fuqi për ta. Sepse a di sa leto me hi mes njerëzve që janë ngrind. Po sa leto? Që dy njerëz kur janë ngrind. Kjo e ka hasëm ketë, ti hin mes, ai i humt në armiqsinë kundërshtarit, ti çka dush ban? A ki pa kur rrehen, kur ka beteja. Me hini i treti, edhe mi mshu të dive, ato se din kush i kam mshuar. Se të dit janë trok në mezveti. Kështu ndodh vëzër me musliman. Trok të në mezveti, hi e dikush edhe ai pan probleme, ti du që ki kush kese. Apo që ki se ti e habit. E ti e habit se armiqësia me muslimanin të ka ba, mos me pa që e ka një agent. A vëzër, du të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala, sepse bëhet fjalë për islamin ton, për udhëzimin ton, për islamin e fëmijëve ton, për udhëzimin e fëmijëve ton. E që na shpesh nuk kemi dhe mekanizma dhe mjete, edhe çfarë na mbetet vetëm duaja. Ama kjo nuk i bie që mos me kanë i vetëdijshëm, ti dush më mor maksimum se vepër. Po këtë arsye vëzër, kjo nëse do të flasim me lenin Allahu te bareke te në kontekste të tjera. Ajo që duhet vëzër ta kemi parasysh në këta është që muslimani të jetë pak më i vetëdijshëm dhe mos të grindë dhe mos të hahet për gjërat të cilat janë të imta në këtë katrahur të problemeve. Vazhdojmë vëzër me ajetin e surës Ali Imran, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin." Thot Allahu tebaraka wa ta'ala, nuk është Muhamedi pas i dërguar, edhe para tij ka pas të dërguar. Nëse vdes apo vritet, a do ta lini ju rrugën e Zotit? A do ta lini ju rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam? Ai i cili e lën rrugën e tij, ai nuk i bën zarar Allahut, nuk e dëmton Allahun, dhe Allahu do t'i shpërblen falëndëruesit dhe mirënjohësit. Ne vëzër u ndalëm shumë me këtë ajet, me disa prej ligjëratave, dhe sot do të mundohemi me lenin Allahu te bareke ve teala që t'i përmendim kriteret dhe standardet, pra mjetet matse, se si ne ta mësojmë të vërtetën dhe mos të ndikohemi nga bardhësit dhe autoritetet nëse ata kanë ndonjë lajthitje. Dhe kjo vëllezër bëhet edhe më e theksuar në zamanin ton, sepse ne nuk e kemi pejgamberin selam gjallë, nuk i kemi shumë prej imamëve të shquar, domethënë si model për të ndjek ata, domethënë autoriteti ka ranje, dhe në krye të kësaj vëllezër ne nuk kemi një prijes musliman. Një prijes musliman, një udhëheqës musliman i cili grumbullon çështjen e muslimanëve. Pra muslimanët janë të shpërndarë në për shumë vende dhe nuk i mbledh ata një kokë, sikur që kanë qenë në kohën e Abu Bekrit dhe Omerit dhe Uthmanit dhe Aliut radhiyallahu anhum ardhahum, dhe pastaj edhe mbretërit më vonë që kanë ardhur, mirë po ka pas një kokë e cila i ka mbledh muslimanët dhe lëvërditë e muslimanëve. Sot muslimani është pra kujdestari vetes. Është kujdestari vetes, se nuk ka dikush që ja siguron atij çështjen. Andaj vëzën këtë zaman është shumë e rëndësishme që muslimani ta përdorë mendjen e vet, ta alarmon vetveten, dhe tjetë vazhdimisht një lloj në gjendje alarmi se ka mundësi me ndodhur një devijim apo degradim apo lajthitje. Dhe kjo duhet tjetë shqetësim i muslimanit. Do të flasim për shkaqet të cilat janë si sebepe apo kritere, se nëse mirën parasysh, atëherë muslimani e din të vërtetën nga e pavërteta. E para dhe çfarë duhet të bëjmë që ta dallojmë të vërtetën nga e pavërteta dhe mos ndikohemi kur ajo përzihet me autoritete. Muslimani duhet të bëhet tërbije dhe të edukohet që ta ndjek të vërtetën, hakun e Zotit xhelel xhelalu, dhe jo mendimet dhe studimet e njerëzve, nëse ato vijnë ndeshme as ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në maksimumin e mundshëm, pa i rrëzu autoritetet e Zotit te bareke ve teala në tokë. Mu për këtë arsye vëllezër, ne dëgjojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që përmendëm në disa prej rasteve, synonte që muslimani ta kupton të vërtetën. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasallam dëshironte nga sahabët që ta ndjekin rrugën e tij si pejgamber dhe jo si Muhammed. Dhe kjo ishte dallimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte që muslimanët
ta ndjekin pejgamberin sa si pejgamber, nebi. Ha? Nebi. Andaj shikoni vëllezër, Allahu xhelal në surën Al-Hujurat. Çfarë thot në Kur'an? Ha? Ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, la tarfa'u aswatakum fawqa. Vini vëllezër, gjithmonë ta bëni këtë, se për ta kuptuar se sa e rëndësishme është zgjedhja një fjale, më njëherë mund ta bësh nëse ja hekat fjalën në një tjetër, a e lun rolin e njëjtë. Për shembull, Allahu xhallahu thot, o ju të cilët keni besuar, mos i ngritni zanat e juve fauqa sautin nabi, mbi zanin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E tani, supozoje një fjali kështu: o ju të cilët keni besuar, mos e ngritni zanin e juve mbi zanin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Si Muhammed si insan, jo s'ka arë kështu, pse? Sepse atëra ka mundësi mu shkatru dhe një gruja vet. Apo ka mundësi mu shkatru dhe një gruja vet. Se ajo gruja ka mundësi ka ngritë njerë zanin, pa i nuk e ka pas për qëllim me ngritë Resulullahit zanin, e ka ngritë Muhammed alayhi salam. Andaj i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë: o Aisha, unë e di kur ti je e idhnume me mua. A ka drejt gruja e pejgamberit alayhi salam me u idhnu me pejgamberin alayhi salam? Po, si Muhammed, jo si Rasulullah. Se me bëmu idhnu si Rasulullah del bifeje, hasha wa kella. Ama si Muhammed ajo ka burr. E ka burr dhe mrena bashkërcisë ka elementet e cilat kanë mundësi me provokue. Andaj pejgamberi ka pranuar këtë dhe ja ka normalizuar. Çfarë ka thënë? Ka thënë: o Aisha, unë e di kur i idhnu shumë me mua. Ka thënë: çuçi e di o ja Rasulullah? Ka thënë se ti kur i idhnu shumë me mua, thua pasha Zotin e Ibrahimit. A kur e pajtueshëm thua pasha Zotin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atëra Aisha ka thënë: po vallahi ja Rasulullah, se unë veç emrin sta përmend maksimum. Por ndryshe, domethënë realisht jam prap në ndëgjim. Mirë. Pse kjo nuk e ka bën me pas doni problem Aisha apo gratë të tjera? Sepse nuk kanë pas problem këta me Resulullahin. Po, ka pas çështje familjare ku ka të bëjë. Për shembull, ja ka dhënë një punë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Aishës. Edhe i ka thënë: kryma çka të punë. Edhe nuk e ka kryer. U ka vanuar, e ka lënë më vonë. Dhe pejgamberi kur e ka kërkuar bema punën, çka ta lipa, ka thënë: kam harruar Rasulullah. U angazhova me punë të tjera dhe harrova. A u kanë mes thikës së mohimit edhe pohimit Aisha? Jo, sepse ka qenë kërkes mrena bashkëshortësisë, jo kërkes si Rasulullah. Se nëse është si Rasulullah, atëra andaj kur pejgamberit alayhi salatu wassalam i është lejuar martesa me gratë të cilat dëshirojnë më martu me ta, apo ai dëshiron jashtë besimtarëve se të kanë bërë limituar dhe ju ka dalë disa grave problem, ka intervenu shpallja. Pse? Se tash ky problem nuk ka më me Muhammedin alayhi salam, po ju ka dalë problem se janë Rasulullah. E ku del problem se janë Rasulullah, ka tjetër trajtim, intervenon shpallja. A nëse ju mrena bashkëshortësisë atje keni domethënë çështje mrena familjes, ato i zgjidhni vet. Po këta si vëzë këtas pejgamberi sa në çdo rast u ka shpjeguar njerëzve. Dhe këta mas mirë të ka ditë baba i Aishës, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Andaj kur ka vdek, çfarë ka thënë? Men kana ya'budu Muhammeden. Kush e ka adhuru Muhammedin, ai vdiq. Pse? Pra kush a lidh me trupin e tij, me qenjen e tij, me personalitetin e tij, me figurën e tij, me madhështinë e tij, shkëlqimin e tij, vdiq. A kush e ka adhuru Allahun nëpërmjet pra rrugës pejgamberit alayhis salam dhe sunetit të tij, Allahu nuk vdes. Andaj, gjëja e parë që e ndihmon njeriu që t'i ndan çështjet mes autoritetit dhe fjalës, mes fjalës dhe folsit, cila ta shikoje çka ka thënë, jo kush ka thënë. Çka ka thënë? Jo kush ka thënë. Dhe njerëzit vëzër janë emocional këtu deri shumë skajshmërisht. Dhe njeriu vëzër ka presion pe autoritetit. Ka presion pe autoritetit. Bane sa kështu. Ti e ki babën të shtëpia, e do në respekton dhe ai ka si figurë të tip presion. Ta thot një fjalë, pe supozojmë gabim. Po supozojmë gabim. Dhe ta thot dikush larg, një kujshi apo edhe më larg. Edhe një fjalë, as se një, as s'ki punë me ta, as kur gjo, as si e lidh emocionalisht me ta. Edhe ta thot një fjalë të kundërtën me të babës, e cila e ati jo e sakt, e babës jo. Shumica njerëz vëllezër janë të lidh emocionalisht. Po s'mund baba me pas gabim. Baba ka mund e këtë. Njeriu është i lidh emocionalisht.
Dhe nuk nalët me thanë, për shembull, nëse baba i thot një dhe një bojnë 3, Allah i thot jo jo, një bojnë 2, unë se di kanë ki baba, po një bojnë 2. Po baba ka thënë 3. E tash për shembull, krahasot ti ki emocion sa shtrihet. Për shembull kur e ki gruaje, apo e ki shef, apo t'jep parë, apo e ki dost ngusht, apo ki kod kalu me t'gat me ta, apo ku i një interes ti në shoqërinë me ta, apo të prishet do një levërdike se ti ja këthen në lafin, e tjerë, apo sa ka presion kjo emocional, me gjithë se logika e lexon ndryshe, emocioni thot jo, i baba ka thonë, gruaja ka thonë. A e ki qartë si ndodhin këto gjëra. Po këtë arsye vëllezër, marrë kështu, deltin në rrugë, e ki e vladin tanë dhe e vladin e kujshijes. Edhe tu lujt top, janë ngatruhe. Edhe e vladi jo thot, unë s'jam nguc, aja nguc. A i kujshijes thot, e vladi jo, gjalli jo të kanë nguc jo une. Njëri u ka në vëllezër. Apo gjalli jam thot zëngucët. Natyrshë ma kjo. Në që ne jam zëngucët. Apo, se gjalli jam, kjo me lauqja, kjo kur s'ma probleme. Dhe vëllezër, kjo duket, ndoshta edhe çesharaka dhe humor, edhe e zbavice. Po kjo është realiteti i njerëzve. Sa ata janë prej emocioneve dhe janë nën shtypën emocioneve shumë. Jo rastisht thot Allahu te bareke ve teala për me e besu Kur'anin se shpi Allahit nuk mjafton me lexuar. Për çfarë duhet vëllezër? Ja. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. A nuk ka thon afala yaqra'un, afala yatadabbarun. Tadabbur dhe qira dallon. Qira është me lexuar shkronjën, me lexuar harfin. Tadabbura me lexuar dhe me lexuar, mi shku para mas, me krahasu këtë ajet me ajet, me krahasu me tjera gjëra të jashtme të brendshme, mi pa këtë vlerat edhe me thon, që kjo a mundet më kom çta, mundet njëri më pas thon? Po e ka kurzu Zoti nëse do me besu që janë për Allahit, meditoje. Vrojtoje. Sodite. O këshire mirë, si të mirë. A më nëse veç ashlon dysi, nuk e shef. Sa njeri ju dhe zë përshemë, nëse gjithë shka është e largët. Nëse shep i largë një herë, thu mu duk si njeri ose diçka ke. Tu afru, qartësohet. Kur dhe në shumë gatu, është pashtë kushije. Unë për pilarë së pashtë kusha. Kështu dhe zërë është edhe me zanat, edhe me fotot, edhe me figurat. Sa ma largë që je, nuk ishe. Çfarë thamë? Raporti njeriut me të vërtetat është sikur raporti me objektet. Nëse i afrohesh të vërtetës, i bëhet më e madhe. E kundërta me rrenën. Sa më nga çka i shkon, ajo shkon të zvogluar. Ajo rren. A sa më nga që i vjen të vërtetës, ajo zmadhohet. A ke qartë? Domethënë, dielli është hak, ekziston. Pi larg duket i vogël, më i vogël se topi gjalitan. Me gjyshtja ban. Sa më nga që i afrohet, zmadhohet. Mi shkuala më nga stlebo të gjeg. Sa më nga që i afrohet, bëhet më i madh. E rrejna qysho, rrejnës kur i afrohesh, zvoglohet kur fund se pas kur gjok këtu. Por këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ju thot njerëzve afroju me vërtetën. Kyre çka është? Por këtë arsye gjëja e parë vëllazër që duhet ne si kriter ta matim cila është ne ta shqyrtojmë fjalën, jo folsin. Ta shqyrtojmë fjalën. Çfarë ka thënë? Dhe ta marrim këtë dhe pastaj ta bëjmë pjesë të studimeve. Mu për këtë arsye vëllazër, ne i gjejmë se shumë prej imamëve e kanë thënë këtë çka po e thojnë ana si rezume. Për shembull, ka transmetuar Qadhi Ibn Abi Ya'la prej dietarëve të Hanbelive në librin e tij At-Tabaqat nga El-Mustamli rahimahullahu taala se një njeri e ka pyetur Imam Ahmedin rahimahullahu taala a bën të shkruaj mendimet e njerëzve. Pra bën ta bëjë një libër edhe të bëj studimet e njerëzve. E ka thonë filani kështu, studime fetare. Jo studime që s'kanë bëjë me fe, jo. Që më filani e ka nxjerrë këtë dispozit. Filani ka thonë këtë fetva. A bën të shkruajnë në libër. Ka thonë Imam Ahmedi rahimahullahu taala, fa qala uktubil Qur'ana was sunnah. Ka thonë shkruaj Kur'anin dhe Sunetin. Pra shkruaj Kur'anin, ajetin dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Uktubil Qur'ana wal hadith. Shkruaj Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka dallon vezër suneti dhe hadithi? Çka dallon suneti edhe hadithi? Suneti është ajo e cila nuk diskutohet se e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e ka vërtetuar dhe e ka konfirmuar. Ndërsa hadithi është procedura që ka ardhur te mësimi i kësajna. Andaj plot për njerëzve nuk dinë me dallue hadithin me sunetin. Sunet s'ka mundësi kurkush me mohue. Por çemu vezër, ta kuptojna. Hanefit
A kanë mundësi mës me e pa një hadith? Kanë mundësi. A kanë mundësi me mohu sunetin? Jo. Cili o dallimi? Sunet është ajo që ka prej se për nësëm sigur të ka po ata. Hadithi ka mundësi mu diskutuset. Hadithi o rruga. Andaj për që e kemi thanë Imam Ahmedi di 1 milion hadithe, po s'ka 1 milion sunete. 1 milion hadithe janë rrugë të studimit hadithit. Po ajo që kanali që ka qëndër të ama jo çdo kanal qëndër të suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mu për këtë arsye çfarë ka thënë? Shkruaje sunetin, shkruaje hadithin. Hadithi o rruga. Ka mundësi për një sunet kanal 40 hadithe, për një punë janë të kallëzu. Edhe kur mbledhen tut 40-tat e bojnë fort çat sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe këtu vëzër, këta po e theksojnë nga se shumë për njerëzve turrën edhe marrin hof me u mohu njerëzve se s'janë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse nuk është ai nat çka ai ka perceptu prej medhhebit. Apo? Këta e gjenë plot për njerëzve. Do të kishte do sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ç'e spedoj ka? A di çka do të thonë se do sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A di çka do të thonë? Çafero. Sa ai shka do të se du sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bana e sa kështu. Ti thuni njëri 100% pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka po çiket punë, edhe që do të se du. A mund të më kanë çiki musliman? A mund të më kanë çiki musliman? S'ka mundsi, andaj ka thënë Imam Ahmedi, nxjerrja e njerëzve prej sunetit është shumë e rëndë. Që do njëri të se do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai di çka të fol. Ai çka ka thënë shahadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është dërguar i Allahut, i thotë ti se do ata. Ai të di çka të fol Allah. A di farë ngarkezi ti po? Nëse të dash mi thonë se një hadithin, në rregull me këtu. Këtu më na me fol sa dush. Se një transmetimin, se një hadithin s'ka mbritër të hadithi. Hadith wala haraj, fol këtu sa dush se s'ka problem. Ama se do pejgamberin sallam, nuk ja do punë pejgamberin sallam, u çisha musliman ai. Çisha musliman njëri e ka vërtetu, vinire, e ka vërtetu me rrugë të veta, jo rrugë të tua. Se ç'kjo e ka bëu pejgamberin sallam, edhe ai thot, valla unë se du. Çish se do? Çish mundesh mos me dosh di mund që e ka bëu pejgamberin sallam. Ama muhimi i rivajetit nuk është muhim i sunetit. Bëni këtë ndarë vëzë kjo të temë veti. Thot Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, fa kale inna Abdullah ibn al-Mubarak kana yaktubuha. Edhe i ka thonë tash ky njeriu i cili tha Imam Ahmedit, a ti shkruju në mendimet të njerëzve? Imam Ahmedi shkruaj tha, jo shkruaj Kur'anin dhe hadithin. Vëzër, kjo nuk është për qëllim Imam Ahmedi me mohu e studimin e njerëzve, po ka dash këtë nxancin me mësue ku është burimi bazi i studimit argumenteve. Kjo që ka pëthojnë ana ndarja mes folësit dhe fjalës. A i ka thënë shkruajnë burimin kryesor të shpalljes, pastaj njerëzit kanë mendimet e veta, studimet e tyre. Tash sikur i ka rezistuar kësaj fjale dhe i ka thënë, o imam, po Abdullah ibn Mubareki, i cili është shumë më i madh se ti, dhe më i harshëm se ti, dhe më i madh, çfarë i ka thënë? Ai ka shkruajt mendimet e njerëzve. Po çfarë tash ka po thamë, a bën shkruajt? Ti po më thuaj, jo, ai ka shkruajt ai. Atëri tha Imam Ahmedi rahimahullahu taala, fa qala Abdullah ibn al-Mubarak lam yanzil min as-sama. Kjo është tërbia vëllazër. Imam Ahmedi vëllazër e din se Abdullah ibn Mubarak është imam i shquar i muslimanëve, shtyll e ndjekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, muhaddith, transmeton hadithe. Ama ka dash me eduku, kjo është edukimi dhe nuk është për qëllim harfi bukfalisht. Çai ka thënë? Ka thënë Abdullah ibn Mubaraki s'ka zrit piçille. Unë jam dëshullon, unë jam të thonë shkruaje Kur'anin, se Kur'ani ka zbrit piçille. Shkruaje sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se suneti e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka zbrit piçille. Se Allahu xhelalu ala ka mësuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shkruajeni çka ka zbrit piçille, mos ani këshiri këto tokës që kanë thonë. Apo, ama kur ti anis pika toka, shumë largo me mënia gjë. Nisa njerë pina thonë. Kështu njerë në qilë që ka kanë thonë. Kështu pishpallës njerë që ka thonë. Mos anera, kështu ki interpretimi njerëzor si e ka barta. Sepse kur zrib vëzër, apo, shiju zbriti pastër, ta ma mberën tokë lëqavët. Ti thuaj, disa i mirë ka zbrit, po më kështu ka zbrit. Apo, që kështu plot për njerëz dhe nuk din me dalu vëzër. Apo, thotu në bëj dua. Ingriti dur të ka Allahi. E këto durt, a i këshirë Allah i që a ki bo me ta jo? A i këshirë këto durt Allah? Durt me haram, durt me zullum, durt me ofendim, durt me dhun, durt me shkelje të drejtave të muslimanëve. E mos ane, o Allah, këto durt, që ka bane me këto durt? Për këta që ju shiko, tha, Abdullah ibn Mubaraki s'ka zhip piçille.
Kë nuk ka vëzër me nënçmua Abdullah ibn Mubarekin. Hasha vëkela. Imam Ahmedi e ka imam Abdullah ibn Mubarekin. Po ka dash ta me e bo tërbije. O, Abdullah ibn Mubareki s'ka zbi pëqile. Dhe shpesher këto vëzër këto tekste, kër i lexojnë bukfalistat, ja, çka thojnë? Çka ka thonë ky? Ky s'ka thonë më nënçmua Abdullah ibn Mubarekin. Ka dash me edukue, të mësojnë njerë Kur'anin. Apo, na kur i thojnë njeriu, kur janë nis mu fal sefte, çka i thojnë? A i thojnë mësoj llafët e hoxhës? Jo, më mësoj Fatihajn, Allah. Mësoj kul vallajn ja. Apo, e njëri më thon kada vallajn ta mësoj çka ka thonë, o le, mësoj më elhamdulillah ja, mar abdes. Që ka zbrit piçille kë ka zbrit. Të shko diskutim. Mos anena shko ti banë tefsir. Çka bojnë disa të tjerë? Ka dalë thot. Para se më mësoj Fatihajn, mësoj unë çka kam thonë. Edhe mo, a centrosh ti ata. Se formatimi boti ka bum. Abdullah ibn Mubarak çka ka thonë? Çka ka thonë Imam Ahmedi për Abdullah ibn Mubarak? Po kish ka zbrit piçille. Mësoj edhe një Kur'anin, mësoj hadithin e pejgamberit sa, mos e lëshoni njerëzit çfarë ka thënë. Andaj, shikoj vëzë, kjo nuk është për qëllim shkelja e Imam Abdullah ibn Mubarak nga Imam Ahmedi, por është për qëllim që njerëzit të lidh me argumentin. Argumenti është në librin e Zotit. Argumenti është sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo vëzë ka ardhur edhe në shumë prej transmetimeve të imamave, të cilat në shumicën e rasteve fatkeqësisht keq përdoren dhe keq interpretohen. Apo, për shembull, ka ardhur nga Imam Shafiu, ka thonë çdo send, çka e kam thonë dhe e kam konkludu, dhe vjen ndesh me atë çka e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, merr në fjalën time gjune. Njëjtë ka ardhur nga Abu Hanifa rahimahullahu taala, se ka thonë çdo fjalë dhe mendim dhe studim çka e kam thonë unë, dhe është i sakt hadithi i cili vjen ndesh me këta, merr në fjalën time gjuje për muri. Apo, njëjtë ka ardhur nga Imam Maliku, të ngjashme fjalë, dhe nga Imam Ahmedi, uktubil Kur'an, uktubil hadith, shkruaje Kur'anin, shkruaje hadithin. Çish më kuptu vëllazë këto fjalë? Këto fjalë të këtyre imamëve janë fjalë edukative. Çka i bie fjalë edukative? Aja të thonë, o insan, mësojeni ar Kur'anin, mësojeni ar fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, kada mësoni që ka thonë imamat, e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Që ta dash pejgamberin me imamin. Se mos anena mund është me pru imamin me pejgamberin. E mos anena e sheh hadithin, e sheh një vërtet, thuj ose imami e trullov muhabetin, e përzin muhabetin. Ata i ka këto fjalë, ama ana ka thonë mu e tije? Me thonë, o vetë kishtë thonë Imam Shafiu, kur ta shifti që hadithi vjen ndesh me mua, e mirë ka e more veshti. A çish mundet një njeri e ka morë vesh Imam Shafiu, po vjen ka ndesh me hadithin e vezam, kise ka lexuar Shafiu. As Bukharinë se ka lexu, as Shafia se ka lexu, thot Shafia s'pishkoj ke masunetet pejgamberit alayhis salam. Po ti as ket se ke lexuar. Ti as hadith se ke kuptu, as Shafia se ke kuptu. As Buhariu se ke kuptu, as hadith se ke kuptu. Çajna tu bëu zona. Ne na e dojmë në lloj katrahur, në kaos o kjo. Andaj këto fjalë të gjitha më men sa kur ti thoje dikush, mos mendo se ka pas për qëllim që ai ti më thon këre ti apo banu azgan merhov, shko drejt te burimi kryesor. Po burimi kryesor ka rrugë. Ka rrugë. Nëse ti thot doktori kështu, nëse thot ti doktori kështu, ti si dush mos më ngo mua. Studioje vetë këtë punë. Ta jap ai ti një ilaç. Po të pije këtë ilaç për smujën tënde. Edhe ti thu, a je i sigurt? A mos vjen kjo ndesh me mjekësinë? Etj. Apo ja do me trullav. Edhe të tani, vazhdoj. Sa vjet duhet vëllazë? Sa vjet duhet? Mirë, ti ngjenje kur je i smut. Kur je ti ngjenje i smut. A ki vakt me studiu mjekësinë? Me thonë njëra diçka, me shkuaj të ka ro gripi, ti shkon te shtëpia, kthehesh pe doktorit, edhe i thua nanës së babës, jam të shkuar në mjekësi, me studiu mjekësinë. Se kimi ka thonë do hapa më unë e dyshoj. E që kime ba, ka me studiu me si në 30 vetë. Po ti kime dek, Allah. Ti kime dek. A e ki qartë? Për këta si jo vëzë, për shemë, shumë për njëzve nuk din me e kuptu se e mund shmja që kjo, ma e mira, është e supozume. E unë e të e pritat ma të mire e supozume, shmuj me nëndë mund shumë. Apo? Nëse një njëri vëzër i ven vakti namazit, edhe s'ka uj, nuk ka uj, me mor abdes, edhe ka të zalë me mor të jemum. Edhe ve njani thot kështu, mdukët që tu që kjo toka ka uj, a e qenë një bunar. Hajde qenë një bunar. Unë s'di as bunar me qenë. Hani thot, prit njerë mësmerë të jemum, dhe ta qenë në bunarin. Apo, qelë bunarin, s'ka uj, prik panatana mësa uj. Apo,
kitu qilë bunara, sa vakte i kanë shku? Andë dhe zërë, du të me pas parasysh se do njerë e mund shmja, të jemum ama unë du me uj, o du me uj pëska uj, kur dhine uj, marrë na uj. Sa herë që ka uj, bje të jemumi. Ama unë të priti ty e ta qelë të bunarin me supozim se ka uj, edhe në fund nuk del uj heq, apo unë njerë për marrë të jemumin, për falla, ty më zane qelë ujnë. Ani qelë ujnë të më zane. Unë e për pidi herë këti lachin që ka më dha doktori. E ti si ta bish një doktor më të fort, e doktor më të mirë, e si të kishe sap, të shko studioj mjekësien, edhe në fund, dush mi shku mi thanë doktorit, i ke bo 75 vjetë, mire kështë pas. Po dhe, pëse i argjove vjetët, dhe. Për këta që dhe, kjo është raporti me fjalë të imamëve. Aj, ato dash me thonë, unë jam insan, imami, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu, Ahmedi. Aj të me thonë, o dhe insan, edhe unë e kam dash për nga me samë, dhe ja kam studiu fjalë, bilë unë e kam pas mangat. Imam Ebu Hanifja kanë ndrujet 150 hijrit, 80 ka lind. Apo, na jena 1447, pinë Facebook, tu pi qaj, me torte dhe me aerokrem, se ka ditë të Ebu Hanifja sunetin. O, aerokrem, tja, të kuptu ku jeton, ti ku ka jetu haj. A kupton sa nga ta jakon, 80 hijri ka ndrujet, 80 ka lind, 150 ka ndrujet. Aj, shok të pejgamberit sallam i ka pa. Shok të pejgamberit sallam. Ti nuk e di që shduket një sahabe. Ti nuk e di që shduket unë e ti se dim që një tabel, që shduket një tabel. Që shfalet aj, që shfolaj, që shërri aj, qëfar karaktere ka aj. A kuptoj dhe se çfarë krimi bëhet kur njerëzit mundon me degradunin një imam i cili ka jetu në kohë të afërt me burimin e shpalljes, e ka pas shok të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Një me pas pa, mjafton, çati shkon mbas. Ka thënë alayhi salatu wasalam, shok të mi janë si yjet, cëllin do ta merrsh çat selamet. Allah na mëson me ndjek rrugën e tyre ya rabbal alamin. A do të thotë këto fjalë nuk janë për qëllim që njeriu ta nënshmon imamin apo ta degradon imamin, por ta dije se imami është studius i fort, po është njeri. E pejgamberi sa nuk dhe me kërkan. Andaj imamat kanë pas shumë theks dhe e kanë vënu këtë vit trash o insan. Unë e pejgamber s'jam. Unë e studioj pejgamberin sallam, ja studioj fjalën, studioj Kur'anin. A mund s'jam pejgamber? Në zemrën tane mos i përzish të dyshëndria. Aja një shenjt, fjala e tij është shenjt, aja i paprekshëm, unë jam i prekshëm, i studiushëm, i gabushëm, këtë të janë të mijat. A kjo që të shka. A dhe i ka thani imam Maliku, kur ja kanë nisë njës të thonë, ja i filani, alani, qëfar ka thani imam Maliku? Ka thonë që ashtu. Këtë lafët mujna mi morë, mi studiu, mi gjujt, mi morë, mi pranu, mi konfirmu. Përveç këti që ka të nejtë në vorë. Se ja konë gjamit për nga mberit alayhi salatu wassalam. Allah në mundë sot me vizitu ja rabbal alamin. Pse? Sepse ati nuk i kthehet lafi o dhe zë. O në shpesh e thash, me paskon gjallë për nga mberit sallam, a kishmi gudzuna me majtë derse? A kishmi gudzu? Njënë me thonë, po majtë ders, për nga mësam gjallë. Shkej du majtë ders. E pse i du majtë ders? Po jam du ka dzu që ka thonë për nga mësam, pa i gjalla. Ama, na pse majmë dersot? Se nuk ka. Andaj na për pjekmi për me shku të aj. A shkojmë, do njerë gabojmë, që ta kanë dosh me thonë imamat. Na jena munu, po helbet, që do një studius ma i forë se une, kam rritë edhe një sunet ma sakë se une, të mërët ati, se na ketë kena dosh me mritë ati. Ketë kena dosh me mritë e sunetit për nga mberit alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë drejtim dhe zër, edhe vetë për nga mberit sallallahu alaihi sallam, i ka mësuar sahabët. Sikur që ka është hadithi i Ebi Hurajrës, kure ka rujt zëqatin edhe i ka ardhë shejtani në suretin e insanit. Edhe i ka thonë shejtani, i ka thonë, o Ebu Hurajra, shlëm, ta mësoj një mësim të madhë. Ka thonë, qka do me mësue? Ka thonë, lezoj e natën ajetin kursi, shejtani së në të afrohet. E tash, shejtani me të thonë që këta, shejtani së në të afrohet, shejtani po të kalzën, o kone dyshim, ata e ka qute pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe pejgamberi alayhi sallam i ka thonë hadith, ka thonë sadaqake wa huwa kadhub. Ka thonë qashtu, vërtetet e ka thonë, ama e rracak. Apo, kini pa dhe janë e pinë rakijën gjithë ditë. Thot ma e kejtë se kjo s'ka. Shejtana. Ki tamana du thonë. Ama ki nuk i betë që nuk ka pejanec, ki par pejaneca. Ama mirë, një laftë mirë e tha. Ka hajdu të plot folë, por shemë, ma në që e borera, ma një kënip denari. Ti që ditë, që apë thonë, hajdu të ajë. Ani, a i ki pa dhe s'ban me vellë, nuk ka mirë, tamam. Lafët e mira i paske, ma ti hajdu të i apet. Ne tim që i hajdu. Pa këta që jo dhe zër, shejtane ka mundësi me folë një fjallë mirë,
ka mundësi me fol në fjalë mirë. Apo sikur që thot Abdulrahman al-Muallimi, do të citojmë në ligjëratat e ardhshme. Fjalët e Imam al-Muallimi, i cili ka qenë figura më e shquar për kërkimin e të vërtetës me kritere objektive, pa anim. Çfarë ka thonë? Një shembull e ka pru. Ka thonë me tra altani në bord huj. E merr, që të karo do altan, o ka qëllu në bord kujshive të karo. A i thu kujshijës, o kujshi, në karabe, o më të shimë s'fol me ta. O, foli, pajtona qati për momentin, mini erë pajtona. Ja baj halal ketë, se altanim karo, parët më karo. Thoti Abdulrahman al-Muallimi, rahimahullahu ta'ala, e me të ra ti altani, parët e tua, me të ra, zotë i ndërov, në fekal, një shqitje. Apo? Edhe ajo shqitja, a e hasmit tanë. Ama ka qëllu dëbe unaza 5.000 euro në fekal të atina. A thu unë e dorës një aprek, i tash fekali me aprek. Po be ama unaza 5.000 euro vlo. Ka me shku me dorës dhe mesi, ka me e morë. Pse? Se u 5.000 euro. E kur u bo dhe zër unaza jote me e shtrejt, se së një vërtet kur e thot hasmi jote. Kur u bo unaza jote me e morë në fekal, pse? Kur kush në bo? Me ditë ti se të ka met parja në nevojtorën Zotë i ndërot të kojshijës të kasëm, i thu kojshi jam i gatshëm me ta rindërtu e nevojtorën, veç a ban t'hin kanal, shaliv lo kanal, unazam kanal. Pse? Se kushton. Edhe dhe të vërtet shtu du mi këshirë. Kur diçka është e kushtushme, se këshirë ku ka ra, du me morë. Andaj e vërtet edhe dhe du të me qenë me dashurët e na. A e ka thonë miku, a armiku, i dashmi, apo kundërshtari, a qka e do, a qka se do, ajo e vërteta. Ajo është e vërtet. Me që këtë metodologi dhe kanë jetu muslimanët e parë, dhe me këtë kriter e kanë rujt fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. A mund është me paramenu tash ti qish i shkan feja me pasmet të na, jo të djetarët e muslimanët sëtë janë të panëshëm. Ja? Me thamë për shembull njani, vjen një muhadith Bukhariu, edhe i thojnë për shembull, abe që a i kundështari jot e kish një hadith për nga me në samu. Jo be se që marë atina. O dhe që a qetëri një e kish një hadith. Po jo marë dhe asë atina që marë. Hup feja. Pse kec ma bon lukthi, kec ma bon sini, kec ma bon veshi, kec ma bon zemra, ki ma hip shtipjen, ki ma hip sheqerin. Edhe ku metën hadithët Allah. Por këta si dhe zë këta musliman, Allah u gjaj ka zgjedh. I ka zgjedh. Kise ka pas gajle. Ka thonë kec se du, s'ka lidhë në hadith jam të lipë. Mund duhet hadithi pejgamberit alayhis salam. Ajo shka unë mes ti, ajo mesele tjetër, kjo e vërtet. A dhe shumë për njerëzve nuk din këta me dalue, se e vërteta nuk ruhet ti. A ki pa për shumë njeriu ka nevojë për një mjeshtër, që ja ban barë ki hiq. A më i thonë që ki mas mirë ti e di. Ani be thot, pa thiri. Edhe i ban buk, pse? Se atja të ndreq kuzhinën. Për një derë, për një kuzhinë, për një raft, e hicën e barë. Apo? Çfarë thot kuzhinën për dhe me ndreq. E qonë t'i veturën, t'i zdo, kise ki për qeve ata, më i di me ndreq. E për mos banë dhe zërmjetët tona, pajisjet e jetës tona, më të rëndësishme se sa feja jonë. Kur ka dikush dije më te për sëna, kur ka hadith më te për sëna, njohje më te për sëna, e din një të vërtet, një mjeshtri, një inxhenjeri, më te për sëna, ajo është kompetenti asaj, ajo është i thirrur për katës, për ata, le ta bëjmë sikur altanin e humbur tek ai dhe mos ta privojmë veten nga e mira dhe begatia të cilën Allahu xhallahu e ka begatuar dikan me këtë begati. Për këtë arsye vëzër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka theksuar këtë në kohën e tij, e ka bërë edhe më të theksuar për vaktin që kanë marrë para kiametit. Sepse para kiametit gjërat kanë ndryshuar shumë. Sikur që ka ardhur hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sabahi yaza njerin besimtar e akşam yaza kafir. Ha? Dhe njëra prej haditheve që janë argumentuar disa prej dietarëve për zbulimin e teknologjisë dhe rrjeteve sociale, është edhe ky hadith. Sepse njerëzit në të kaluarën nuk kanë menu natën, nuk janë përla natën, se ka shqetësu vetën natën. Pra a dash për me ngu një fjalë, me ja qu zarf, letër, ma 3-4 mujve kur t'i vejnë letra, e ka lezu shka pas ka thonë. 3-4 mujve është i lirë ki. Sot vëzër mrena natës,
Ti lezona që ka thonë Kin, në Indi, Rusi, në Evropë, Turki, në Arabi, këtu, ti për një natë, krejt ishe, musliman, qafir, ateist, agnostik, krejt, për një herë vinë, edhe ti thu, ka shkoj. Për këtë arsye vëllezër, do ta shohim me lenin Allahu te bareke edhe nga se kjo është sebepi kriteri i radhës, ku ta shohim se njeriu sidomos në kohën e cila vjen para kiametit, e që ne ndoshta jemi larg asaj, mirë po jemi fillja e asaj, në zona filla e asaj, duhet besimtarë me shtu kujdesin dhe me shtu kriteret për njohjen e të vërtetës që të harun udhëzimin e Zotit te bareke ve teala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të kapemi për librin e Allahut, të kapemi për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelal që Zoti jon te bareke ve teala na e bën të vërtetën ta shohim se të vërtetë ta ndjekim ata, e ta shohim të kotën si të kotë dhe të shmangemi asaj. Elusim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu na udhzon në çdo sen ku ka zbrastin dhe boshllëk të udhëzimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na e bën të dashur Kur'anin, na e bën të dashur Islamin, të mbush zemrat tona me devotshmëri dhe takvallok, pasi që jemi në prag të Ramazanit. Elusim Allahun që Allahu na mundson me hyrë në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Allahu na jep takat dhe energji për ta mbush këtë fletë të jetës tonë me vepra të mira të zotë kënaqën Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.